Nuk e plotëson këtë vetëm Akademia e Sigurisë që është atje. Por kjo duhet të jetë një sistem gjithë përfshirës në arsimin shqiptar që të gjithë të dinë të mendojnë. Qytetari nuk mendon kështu për sigurinë. Qytetari nuk i ka fare të qarta se çdo të thotë element sigurie. Qytetari shikon vetëm sigurinë publike, atë që ndodh në rrugë, që është vetëm thjesht detyrë e policisë shtetit. Imagjinoni, ka bërë një studim të një vit i rresht të gjithë vendimeve të Këshillit Ministrave që kanë dalë dhe janë publikuar në fletoren zyrtare. E di ç'do thotë zotëri? Që brenda një muaji, një qytetar të shikojë dhe të studiojë dhe të marrë informacion se çfarë vendime merr qeveria për 300 faqe të daktilografuara A4. E bëni dot juve? E bëj dot unë? E bën dot ai qytetari tjetër që ka biznesin në hallet e veta atje? Po ai studenti e kupton dhe nxënësi në universitet dhe në shkollën e mesme. Pra, një sistem burokratik i jashtëzakonshëm, ku letrat shkojnë e vinë dhe kur vjen puna, realiteti është ndryshe. Kjo është siguria. Dhe duhet kemi parasysh edhe një gjë. Ne po përballemi sot me luftën hibride. Lufta hibride është një dimension i ri i luftës, e kupton, që do të zhvillohet në shekullin e ri. Dhe ajo po vazhdo dhe sot. Madje po përsoset në shumë gjëra ku pararoja e saj është diplomacia shtetërore, politika shtetërore, financat shtetërore, shërbime sekrete, e kupton, shtetërore. Dhe sot Shqipëria, Kosova, shqiptarët në Maqedoni dhe në Maltëzi e kudo, janë përballë një lufte hibride shumë të egër që po na bëhet, e kupton, dhe po na imponohet. Dhe ajo luftë është aq e egër sa do të vi një ditë që qytetarët do ta kuptojnë që do të kenë pasoja më shumë se sa do të ishte bërë një luftë drejt për drejt me përplasje ushtarake. Kjo që them unë, mbase juve nuk e konceptoni dot nuk e di nga të vjen. Pra, elementet e luftës hibride, që do të thotë, si ai lisi në këmbë që ishte futur krimbi brenda, dhe ai krimbi vogël, pak e nga pak duke e gryer, pak e nga pak çdo ditë, një ditë e bukur atë lisin e madh e rrëzon në tokë. E thash në një forum metaforike, figurative, për ta kuptuar që veprojnë elementet inteligjent ndaj gjithë strukturave të shtetit për ta nëpërkëmbur dhe për ta rrëzuar shtetëndërtimin në tokë. Kjo po bëhet në Kosovë sot. Imagjinoni 26 seanca për të konstituuar parlamentit e Kosovës dhe nuk arrihet dot, e kupton, që të merret vendim dhe të bie dakord. Çdo të thotë kjo. Kjo është lufta hibride që i bën Rusia dhe Moska Kosovës. Dhe në një vend i Bashkimit Evropian. Vetëm e vetëm që atje në kryet asaj qeverie të mos jetë përsëri kryeminist Albin Kurti, që në fundit ja ka dhënë verdiktin dhe vullnetin populli i Kosovës në shumicë. Çdo të thotë kjo, sepse një qeverisje e tret Kurti do të thotë që modeli i njeriut dhe politikanit që në momentet caktuara për çështje të sigurisë shtetërore dhe kombëtare, për çështje të interesave të Kosovës, di të thotë edhe jo, që të cilën nuk u vjen mirë, e kupton, disa liderëve që janë mësuar vetëm shqiptarët jenë në çdo kohë dhe në çdo rast të nënshtruar, dhe të thonë vetëm po. Ndërsa ai jep modelin, ai thotë jo kur është puna për interesat e Kosovës. Nëse do të ishte ndoshta një kryeminist tjetër i tipit Abdullah Hoti, ndoshta ai asociacioni do të ishte firmosur me kohë dhe brenda Kosovës do të krijohesh një republikë sërbska tjetër, e kupton, me një rrezikshmëri shumë të lartë. Atëherë, përse luftoi populli shqiptar dhe doli në skenë UÇK-ja që mori mbështetjen e faktorit ndërkombëtar dhe fitoi lirinë? Për çfarë? Për ta shitur Kosovën në tavolinë me papërgjeshmëri, vetëm për interesa të miliarderëve, për interesat të karrikes, të grupeve, të klaneve të caktuara politike që janë të kapur. Kjo është lufta hibride. Dhe një nga pikat kryesore të strategjisë së Beogradit ndaj Kosovës është shkatërrimi i shtetëndërtimit.